Islami nëpërmjet haditheve. 1. Risku, furnizimi, begati nga Allahu. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka theksuar edhe rëndësinë e kafshatës halal. Pa dyshim që asnjë nuk mund të ushqehet më mirë se ai që fiton me dorën e tij. Vërtet që Allahu i jep furnizimin, por për ta fituar atë duhet të përpiqet vetë njeriu, dhe kjo përpjekje duhet të jetë në rrugë të ligjshme, halal. Përpos kësaj, pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë se vepërmirësia e besimtarit do ndikojë në shtimin e furnizimit të tij. Për shembull, ai, paqja qoftë mbi të, ka thënë se Allahu do e shtojë furnizimin e një personi që sillet mirë me farefisin, ndërsa pendimi mbi mëkatet do i mundsojë që të fitojë furnizime të reja dhe të paparashikuar. Atij që kërkon falje, Allahu i mundson rrugdalje për çdo siklet dhe qetësi për çdo breng, dhe e furnizon nga nuk e pret. Zoti i botëve ka theksuar se furnizimi që fitohet në kuadër të kufive të vendosur nga Allahu është më i mirë dhe më i dobishëm. Begatia ose furnizimi, pavarësisht se si do e quajmë, çdo gjë që Allahu i ka dhënë robit të tij është një mirësi për të. Njeriu duhet ta kthejë këtë mirësi me diçka. Në Kur'an lexojmë: a ka shpërblim tjetër për të mirën veç të mirës? Në surën ku bën pjesë edhe ky ajet, Allahu ngulmon duke shtruar këtë pyetje: pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kjo sepse prej njeriu të cilit i dhurohet begatia, kërkohet falënderimi dhe duhet i jap hakun e begatisë që e ka në dorë, e jo kur qetësohet dhe të jetë rehat, të harojë atë që ja ka dhënë këtë rehati, ose të mos drejtohet nga Allahu që ka dërguar mëshirën e tij të bollshme, do me thënë të mos i di vlerën begatisë. Allahu e thot haptëzi: a nuk e shihni se si Allahu ju ka bërë të mundur t'i shfrytëzoni të gjitha ato që gjenden në qiej dhe në tokë dhe ju ka mbuluar me dhuntit e tij të dukshme e të padukshme? E megjithatë, disa njerëz polemizojnë për Allahun pa kurfar dijenie, pa kurfar rrëfyesi dhe pa libër ndriçues. Në librin e tij, Periudhës për njerëzit, ai i ka dhënë shembuj të panumërt për begatitë që u janë dhënë njerëzve. Ka kërkuar që të mendohet për to, të merret mësim prej tyre dhe të falenderohet krijuesi, furnizuesi i gjithësisë. Allahu i ka përgëzuar robërit e tij se do sillet sipas rregullit hyjnor. Kujto kur Zoti juaj kumtoi: nëse tregoni mirënjohës, do t'ju ashtoj edhe më shumë begatitë e mia. Por nëse i mohoni mirësitë e mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Përpasoj, besimtari duhet ta orientojë interesimin e vet drejt shenjave të Allahut, që secila më vete është një begati, si dhe ndaj të gjitha krijesave të tij, të gjalla apo jo. Sa krijesa ka që nuk e mbajnë dot veten me ushqim? Allahu u jep atyre edhe ju. Ai dëgjon dhe di gjithçka. Njeriu duhet të analizojë punën dhe zellin e milingonës, që në folen e saj ajo mbledh atë sasi ushqimi që është disa herë më e rëndë se ajo vetë. Duhet të meditojë për jetën e peshqve që jetojnë në thellësitë e detit. Duhet të perceptojë harmoninë dhe sistematikën e funksionimit të kësaj bote, si dhe ekuilibrin jetësor brenda të. Duke i menduar këto skenat madhërishme, do ta njohë krijuesin e madh dhe mundësitë që ka në dorë. E gjithë pasuria e tij është dhuratë nga ana e tij. Si pasojë, individi do stoliset me botkuptimin e tij të falënderimit për begatitë dhe veprimin sipas obligimeve që i jep ai. Një cilësi e tillë është një begati më vetë. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: ai që e përmend një begati që i është dhënë, e ka kryer obligimin e falënderimit për të. Nëse e fsheh atë, atëherë e ka mohuar begatinë. Këtu theksohet obligimi i përmbajtjes së begative, po ashtu ka këshilluar.
Allahu dëshiron që gjurma e begatisë ti të shihet te robi i tij. Njërit që ka ardhur në praninë e tij me teshat leckosura dhe të vjetra, Malik ibn Nadle, pejgamberi, paqja qoftë mbi të, i ka bërë pyetje për gjendjen e tij, ndërsa ai i ka treguar se ka deve, dhen dhe shumë bakti. Si pasojë e ka këshilluar. Kur Allahu të dhuron një pasuri, atëherë gjurmët e begatisë dhe dhuratës së tij duhet të duken tek ai. Lutja e Ibrahimit është një shembull i mirë i jetesës me vetdijen për begatitë e dhuruara nga Allahu, i cili më ka kujtuar edhe më udhëzon në rrugë të drejtë, i cili më ushqen dhe më jep të pi, i cili kur së murem më shëron, i cili do të bëj që të vdes e pastaj do të më ringjall, dhe i cili shpresoj se do të mi fal gabimet e mia në ditën e gjykimit. O Zoti im, më dhuro dituri dhe më radhit me të mirët. Në një trajt të ngjashme si këtu, Kurani ka përmbledhur edhe lutjet e shumë pejgamberëve të tjerë që e kanë falendëruar Allahun për begatitë e dhuruar. Allahu, duke i radhitur vetitë e dalluara të pejgamberëve, në veçanti ka përmendur se ata kanë qenë robër falendërues. Pas një kohe të shkurtër, pasi e ka zgjedhur Muhamedin, paqja qoftë mbi të, si të dërguar, nëpërmjet ajeteve, a nuk ishe jetim e ai të dha stre? A nuk të gjeti të paditur për Islamin e të udhëzoj? A nuk ishe nevojtare të bëri të mos ja kesh nevojën askujt? I ka kujtuar begatit që i ka dhënë, e ka këshilluar që pas zbritjes së ajeteve të falenderoj dhe të veproj me obligim si kundër vlerë këtyre begative, si dhe i ka thënë se duhet t'i kujtoj këto begati vazhdimisht. Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypsin mos e shty me ashpërsi dhe shpalli dhuntit e Zotit tënd. Në drejtim të këtij urdhri, pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka jetuar duke i kujtuar begatitë të Madhit dhe Bujarit Allah, si falënderim për begatin, ditën e natën duke ju drejtuar dhe lutur atij. Pavarësisht se i kishte të falura të gjitha mëkatet e kaluara dhe të ardhshmet, ai ka bërë ibadet natën deri në mëngjes, dhe ai si është përgjigjur: e pse të mos jem rob falënderues? Qëndrimin e tyre ndaj begative të Allahut, sahabët e kanë mësuar prej shembullit të pejgamberit, paqja qoftë mbi të. Ai u ka thënë atyre që të jenë të vetëdijshëm, jo vetëm për begatit në jetën e tyre, por edhe për fisnikërinë hyjnore në të gjithë botën, dhe i ka mësuar që në kuadër të kësaj t'i përkushtohen plotësisht krijuesit dhe furnizuesit të gjithësisë. U ka treguar mënyrën e perceptimit të Allahut si burimi vetëm i shëndetit, lumturisë, dashurisë, pasurisë, shkurt i çdo gjendjeje dhe zhvillimi pozitiv në jetën e tyre. Në rastet kur është gëzuar, pejgamberi, paqja qoftë mbi të, i bënte sejdë Allahut dhe na ka njoftuar se çdo punë që nuk fillohet duke falënderuar Allahun do jetë e prerë, shterp. Besimtarët i ka këshilluar që të falënderojnë kur kthehen nga udhëtimet e vështira, madje të falënderojnë edhe pasi të kryen nevojën personale. Gjithashtu, i ka këshilluar se begati nuk është vetëm e mira, por edhe shpëtimi nga vështirësitë. Kur është kthyer në shtëpi dhe ka hyrë në shtrat, pas aktiviteteve dhe lodhjeve të shumta gjatë ditës, ka falënderuar Allahun dhe i ka mësuar besimtarët se si duhet ta falënderojnë atë me fjalët. Falënderimi i takon Allahut që na ushqen, na jep të pijmë, na i plotëson nevojat dhe na strehon. Sa e sa njerëz ka që nuk ka kush ua plotëson nevojat dhe kush t'i strehojë. Ai ka këshilluar që pas çdo ushqimi të falënderojnë Allahun për çfarë u ka dhënë dhe kështu i ka bërë musliman. Ndërsa në çastet e iftarit, kur pranohen lutjet, i ka këshilluar të thonë: e bëra iftarin, fillova të ushqehem me furnizimin që më ke dhuruar ti. Kur të veshin ihramet, rrobat e posaçme për haxh dhe të shkojnë musafir të shtëpia e Zotit, të thonë:
urdhëro, Allahu im, urdhëro. Ja, ju përgjigjëm ftesës tënde dhe erdhëm. Lavdërimi të takon ty. Begatia është e jotja. Ekzistenca është vetëm e jotja. Ndërsa kur të kërkojnë falje të thonë, e pranoj që ti mi ke dhënë këto begati, e pranoj edhe mëkatin tim. Dhe në këtë mënyrë plotësojnë mirënjohje ndaj Allahut. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka theksuar se ibadetet janë shprehje falënderimi ndaj Allahut, si edhe vetë veprimi i tyre është shkak për të falënderuar atë. Veprimtaria dhe mësimet e pejgamberit paqja qoftë mbi të në këtë fushë, përpos falënderimit, kanë përfshirë edhe lutjet që kanë mbajtur të gjallë idenë e falënderimit dhe përkushtimit ndaj Allahut. Çdo begati që arrin tek ju është nga Allahu. Çdo e mirë që të dhurohet është nga Allahu. Përveç këtyre ajeteve, në parajetet të tjera Kurani i ka përmendur begatitë e Allahut deri në udhësi, duke kërkuar që besimtarët ta falënderojnë atë për to. Allahu ju ka nxjerrë nga barku i nënave tuaja e ju nuk dinit asgjë, dhe ju dha të dëgjuarit, të parët dhe zemrat, që të jeni falënderues. Në surën An-Nam, që ka të njëjtën rranjë si fjala nimet, begati, bëjnë pjesë edhe këto ajete. Allahu do t'u thotë: tashmë na vini veç e veç, ashtu siç ju krijuam herën e parë, duke lënë pas vetes ato që ju patëm dhuruar. Ne nuk po i shohim me ju ndërmjetësuesit tuaj, për të cilët pretendonit se ishin ortakët e Allahut. Midis jush janë shkëputur të gjitha lidhjet, edhe ajo tek e cila shpresonit ju ka lënë në baltë. Çdo gjë që fitohet në këtë botë si begati apo si furnizim, është kalimtare dhe e përkohshme. Allahu u kujton shumë shpesh këtë robërve të vet, por nga ana tjetër, edhe lakmia e njeriut për të fituar para dhe për të jetuar mirë shtohet pa ndërprerje. Si ridhoi pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë: biri i Ademit nuk i do as pak dy gjëra. E para është vdekja, që është më e mirë se sprova për besimtarin, dhe e dyta pak pasuri, por që sa më e vogël të jetë pasuria, aq më e shkurtër është llogaria. Për çdo begati duhet të jepet llogari. Në fund të surës Tekathur, që do të thotë lakmi për të mbledhur shumë para, Allahu thotë: pastaj atë ditë do të pyeteni për kënaqësitë e kësaj bote. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka thënë se pyetja e parë që do u bëhet njerëzve në ditën e gjykimit në lidhje me begatit do të jetë: a nuk të dhuruam një trup me shëndet? A nuk të dhuruam ujë të ftohtë si pije? Nëpërmjet këtyre pyetjeve, njeriu do merret në përgjegjësi për begatitë që ka pasur në këtë botë. Pikërisht për këtë, pejgamberi paqja qoftë mbi të është lutur: Allahu im, mi fal mëkatet, ma zgjero furnizimin dhe begatoj furnizimet e mia. Kësaj pra, ai paqja qoftë mbi të i ka mësuar besimtarët se si ta kërkojnë furnizimin, duke i këshilluar që të ndjekin rrugën e mesme në kërkimin e begative të kësaj bote. Nëpërmjet këtyre lutjeve ka kërkuar furnizim të mjaftueshëm për familjen e tij. Domethënë, besimtari së pari duhet të jetë i vetëdijshëm për begatinë që ka në dorë, të perceptojë se edhe fryma që merr është një begati e Allahut, të falënderojë dhuruesin e begative dhe të përdor atë formë të cilën do jetë i kënaqur pronari i begatisë. Nëse begatia është mençuri, duhet ta përdor në rrugë të drejtë. Energjinë ta shfrytëzoj në të mirë. Nëse është para, atëherë të jap zakatin dhe ta harxhoj për veten dhe mjedisin, si investim për ahiretin. Duhet të jetë i vetëdijshëm se sado begati që të ketë në këtë botë, në botën tjetër nuk do marrë asgjë përveç veprave të mira. Si ridhoi,
Tu japësh të tjerëve nuk do të mangësohet pasuria, përkundrazi, të shtohet. Pejgamberi paqja qoftë mbi të na ka lajmëruar se Allahu ka urdhëruar: O biri i Ademit, i jep ti që të t'jap unë. Allahu i ka qortuar ashpër ata që sillen me kopratësi ndaj begative të tij. Ata që bëhen kopratës me të mirat që u ka dhënë Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta. Jo, kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar do t'u ngarkohet në qafë ditën e Kiametit. E Allahu është trashëgimia e qiejve dhe e tokës, dhe Allahu e di mirë që punoni ju. Përveç kësaj, besimtari duhet jeti kujdesshëm dhe të mos e teprojë me harxhimin e begative të Allahut. Pejgamberi paqja qoftë mbi të ka urdhëruar që të mos shpenzohet shumë ujë gjatë marrjes së abdesit, madje edhe kur merret nga uji i lumit. Ai ka mbjellë te muslimanët ndjenjen e të qenurit ekonomik dhe të arsyeshëm në harxhimin e pasurisë. Ai që falenderon për begatin, që e di se pronari vërtet i saj është Allahu, që vetdijsohet për përkohshmërinë e begative dhe harxhon jo sipas tekave, por në kornizat nevojshme, që pastrohet nga ndjenja e smirës, xhelozisë, pangopsisë, që kënaqet me atë që ka, pa dyshim që do jetojë në qetësi. Zgjerimi i këtij botkuptimi e shpëton njeriu që të mos jetë një mjet konsumimi, dhe duke i larguar brengën për të ardhmen, brezave që vijnë u lë një trashëgimi të bukur dhe të pastër.